Na nuk I kemi dënua, na nuk dënojmë kërkan, po na kem qef që ato shpenzime që ja kanë bo qikës, për shembull mi ja kthyë, ose djalit, o qështu. Dënime na nuk mujna se na nuk jemi gjukat me I dënu, po I mormi do mosa pak të repta. Që ato shpenzime që ja kanë bo djalit, mi ja kthyë ose qikës, qëto I mujna mi bo se dënime nuk kem drejt na mi bo ato për ndryshë se si jem gjukat na. Dikur e gjithë drejtësia lihej në duart e disa burrave që quheshin pleqnar. Ani pse kjo gjë është rralluar, ende ka pleqnar që merren me pajtime. I tillë është edhe Shaban Shala nga Mushtishti I Suharekës, I cili pleqnimin e trashëgoi nga babai. Baba jam ka qenë, mu më ka vdek baba 38 vjetë, po për qëto vitet e veta kur ka qenë, edhe ai ka qenë plak. Plak I mirë, kanë pleqnua, atëherë kanë qenë do matë forta se tash, do pleqnije, do sene, për shkaqe do ngucje, do se tash ato nuk janë, po janë do tjera. Po kanë pas raste për ngucje, për vrasje, kanë pas për megjë, për qësi sene. E tash na, që të punë nuk po ndodhin bëshfort, po edhe ato po ka. Po kemi raste edhe qasi, po deri tash, faleminderit prej Zotit, nuk na kanë dështuar, I kemi rregulluar pa kur një problem. Mu më ka interesua, kur kanë bova ki se kemi qenë Kalablak, familje e madhe, kur kanë ardhur njerëzit me pyet, ku pas qef me najt në odë, me ndëgjua, teri më kanë thonë, omar e dilë, se atërë si kanë lona dhe të mijen fort, po, që to kanë qenë të na. Kurse tash, pe luftës e tek ne, për herë të parë, me drakin kemi shku me një vend, e kemi kryer një punë, po dyqysh si shumë afër lufta kishte qenë. Edhe ish problemi madh, nuk e kuptojshin njerëzit se qysh po mujna me afru ashtu, adin ata ishin mësu pushtetin me pas të kryet, kurse këtë na nuk këna mujna me pushtet. Po, me urën Kosovës, me gjithat, kemi kalu mirë dhe I kemi afru. Nuk na ka ndodhur me dështu deri qëtash asnjëherë diçka. Baca Shaban beson se rastet që trajtohen nga pleqnarët zgjidhen më shpejt, ndërkaq me ligj marrin kohë më shumë. Rastet më të shpeshta të pleqnive lidhen me ndarjen mes çifteve si dhe rrahjet. Mirë po pleqnarët ftoheshin edhe për rastet e bigjozit dhe të fajteve, por këto nuk I kanë në qejf. Tash rastet që të ngucje ka pak edhe që të ndarje janë pak ma tepër. Po I qyre për para, pak ma tepër, u morë shteti me që të ngucje, me që të vrasje. Kurse tash, vrasjet po dihet për shembull që Zoti na rujt me ndodh ato pe burgosin. Po këto toni për të marimi pi vjen me pleq ma mirë se sa me gjyq.